E con uno come Igli, come presidente della Federazione Albanese, dhe me njësi Igli që mund të ishte presidente Federatës Shqiptare të Futbollit? Io credo che non sia in questo momento una delle ambizioni di Igli di diventare presidente della federazione. In questo momento ben gestita da Armando Duca che sta producendo un grande lavoro. Gianni, po thoshte që nuk besoj që ky është një nga qëllimet apo nga objektivat profesional të Iglit. Unë besoj që kur të arri momenti ai mund ta tentoj këtë, të drejtoj pra një federat, por nuk është as përsa afërmi një objektivi të tillë. Dhe do duhet të përmendim këtu që Federata Shqiptare në drejtimin e Armand Dukës është duke bërë një punë të shkëlqyer, ka arritur rezultate të shkëlqyera dhe përtej shkuarjes në dy europian ka krijuar një realitet sportiv të jashtëzakonshëm, një shkollë trajnerësh, një seli të federatës e cila është një mrekulli. Gjithë bota futbollistike shqiptare pra ka arritur nivele të larta.